luft edhe zjarë, se luft pa zjarë s'ka, po zjarë si ky joni, Absolutisht. të shallë në vete. Se zjarë është kur bje tjetëri edhe u palose, po të shkosh ja vesh shkepse në vetë, kush po neve zjarë në po. Tashi, pyetja është, e keni pa lajmet, këto ditë në lidhje me Libanin? Po dhe po. I ka vënë zjarrin gjithë pyjeve të jugut Libanit dhe ka filluar të shë akuza botërore për si quhen ata ekocid. Ekocid. Quhet genocid ndaj ambientit. Po është ekocid, jo genocid. Gen është për njerëz. Kupton, për arsye gjenetike, race etj. Po bën një ekocid në Liban, po djegin dhe po edhin squfur për djegin. Dhe po kryen një katastrofë mjedisore të paimagjinueshme, dhe është masive, dhe janë kthyr gjithë dhomën e botës. Po mos harrojmë që vetëm para 3 vjetësh zbuluan në Patagoni 5 turistë çufo, nga ata Merica, të cilët i kishin vënë zjarrin pyjeve në Patagoni dhe po bëhesh një katastrofë mjedisore, një ekocid në zjarr. Dhe po përzenin bizneset e vendit, indigent për katës, tjetër me ato zjarre. Dobi që Milei, që është çufo vet, pas ka miratuar një plan për ndërtuar një koloni me 300.000 çufo në Patagoni. Pra shkon një zjarri, pastaj vin kolon. Shkojnë rrafshën ta? Po, me zjarri. I fusin fshesa, në bëjnë pas të përzen gjithë që aty me zjarrit dhe vin ata. Edhe vin ata gjejnë gatë. Edhe kjo puna kush e vë zjarret neve, pyetja është kush do më morë këto tokat që po vjet zjarr? Siç tregon ky dokument që më çuan, ne kemi disa zona me zjarre, të cilat korrespondojnë me paketë male. Paketë male. Pra aty ku është dhënë toka për paketë malesh, aty ka zjarr. Do thosh po pse do t'ia vesh zjarrin kur ti ke marrë paketën? Sepse paketa maleve nuk të jep si thosh të drejtë që të presësh penë për të ndërtuar. Ta rrafshosh ti. Po kur është e rrafshuar, pa dashje, ti ke drejtë që të bësh aplikim për ndërtimin. S'ka gjode, s'millet male. Dhe kjo koncepti diq edhe ndërto, është mësuar. Ke gjithë resortet e jugut kështu bën. Si u bën? Ve zjarrin, pastaj apliko për ndërtimin, për beton. Fiks. U bën gjatë resorte gjigande. E dyta, duke vënë zjarret në Shqipëri, ti ke mundësinë si thosh që ti ush vlerën tokave, pyjeve. Për shembull ti ke ullishtet që digjen vazhdimisht. Digja ullishtes i bën që ti e di duan vite që të bëhet ullishti. Po ndërkohë janë dhe 50 vjeçare, 100 vjeçare, ti e di shumë mirë kjo. Tani kur ti vën zjarrin këtyre këto humbasin kuptimin e vlerës, po ti blije me gjithë ullim brenda. Po, kur i blen thjesht bosh, tokë djegme. Ke parasysh që blen dhe më lirë. Po ndërkohë që ti s'ke më leverti të rish aty, se s'ke më as ullim. Pra duke të djegur në ty ullimt, pemtorët, etj. Duke të prish stallat, kotecet, në kupton legjinë. Ti nuk ke arsye më të rish aty. Atë çdo bësh, do e shesësh. Po ndryshe do e shisje po ti isha aty dhe të kisha arsye të ri aty. Do të shesësh për të mos kesh më asgjë për të humbur. Se të ke humbur gjithë. Do të thënë njerëzit i kanë rënë pishmonë që se kanë shit përpara nuk kishte vlerë. Tash do ta shesin me çfin fare të rëndomt dhe pyetja është kush i ble? Kush i ble? Po të shohësh kemi rastin e Lurës, kemi 5 vatra zjarresh, për shembull duke dhënë foto. Po foton e ekran. 5 pika zjarresh në një rrafsh mali. Në qetësi të plot, pas një problem, pas një shqetësim. 5 pika të ndryshme. Tani si ka mundësi që një pikë kuptojmë ndodhi? 5 pika njëkohësisht. Edhe është kështu ajo. Ka kështu 60-70 vjeçar që e njëjtat e rrafshoren për gjithmonë ata futen akuzohen. Si rasti Krujës. Po, që mos ndodhi në Krujë. U gjet kriminali Krujës, një burr 80 vjeç që kishte vajt e kishte në zjarr. Gjëja kishte vënë zjarr ke oborri vet për të fshirë sa gjëra e kishte marrë gjithë Kruja. Kjo gënjeshtë ha vetëm nga budalliq. Sepse 80 vjeçari për katës si Krujës, po ti kishte vënë zjarrin, asaj që u pretendua, do të kishte pas një vatër zjarr. Sa vatra kishte Kruja? 3. Me 3 pika të ndryshme. Ndërkohë që rash ju dhe e fshiu, u ndezën prapë vatrat në vende të tjera. Vende të tjera. Po, dhe gjithmonë fokus ishte
depozita e teritorit të minierave. Fokusi, aty shkonte zjarri. Ndërkohë po shkonte në qytet brenda. U fik zjarri ditën e parë, radhe shiu ditën e tretë, ndërkohë prapë zjarri i ri, në e parë në pika tjera. Pra pyetja është, kush ja ve zjarrin në krujë nga gjitha anët? Kush ja vuri lur nga gjitha anët? Kush ja vuri kur i ftohtë që se ku e ve, sa ty shplot me njerëz? Kush ja ve në pikat e tjera? Saran, Kurra, kështu Saranda. Pyetja është, Par vjet. çfarë bëri Zoti? Bëri shi. O fiku, ishte rasti i Malit Dajt. Malit Dajtit, po mos kishte rënë shiu, kishte vazhdu zjarr. Punë e Zotit. Po e shi mirë, tani për fikë zjarresh. 20 minuta me fuqi. Koncepti është që Malit Dajtit kishte vuri zjarr. Me atë lloj zjarr. Dhe si u vë zjarri. Dhe si u pa çastin që u vu, është kapesh çast atë. Se t'ja për dajt për me njerëz. Njafton të shofësh një fotografi që kanë nxjerrë kjo vajza, është një vajzë shqiptare, emigrante me emër Mishtino, e cila kishte nxjerrë një fotografi që u verifikuar ishte e vërtetë, të një grupi turistësh, njësoj në Patagoni, në Argjentinë, me ato këmishat e bardha, po të zem ato ricat, turistësh qufën, tek teleferiku i Dajtit. Dhe po këta dukeshin duke u përgatitur për të hyrë në një makinë të gjithë me këmisha të bardha, të gjithë me pantallona të zeza, si uniformë, si ekip në fjalë. Me ato ricat përkatëse, duke furgon ke Pallati i Kulturës, për shkuar ke Dajti. Dhe kur i kishin pyetur në aeroport, ku do e filloni, kishte pyet ai që po shoqëronte, do të fillojmë nga Dajti, thonë, vizitën turistike, s'është punë të gishtë nga Izraeli, po shkuar marr Dajti budallik, nuk bën ses turistik asgjë. Mund ta bëjë një shqiptar që vjen emigrant që e ka dalë mendin me hongri drejt me Dajti. Po të vish nga Izraeli Për i drejt. për të pas target që sa po të vish Shqipëri, gjëja e parë do bëj të shkosh marrë Dajtit, ka bën asnjë sens. Më kupton, nuk ka asnjë logjik. Dhe pyetja është, kush po na e ve zjarr? Pyetja është, kush përfiton nga zjarri? Kjo është pyetje e gabuar, kush e vesh pyetje e gabuar. Ti se gjendet kush e. Po ti mund ta gjesh kush përfiton. Dhe kush përfiton, në mos e gjendje ta kapësh çast, e kap më vonë, se duhet rezultat. Pra ti e gjen se kush përfiton. Dhe në moment që ti e gjen kush përfiton, ti e ke shumë kollaj bësh lidhje se kush e ndezi zjarrin. Dhe kush e ndezi, fiks. Pyetja është kush e vuri zjarrin në Patagoni? Apo kush përfitoi nga zjarri në Patagoni? Kolonia, që ishte planifikuar që kur ka ardhur pushtet Mili, që si ishte treguar njerëz, doli e vërtetë. Që ai para se të vinë në pushtet kishte bërë marrëveshje, që të hapte koloni çufosh në Argjentinë. Po Argjentina është gjigant, se pa fund. Dhe ka popullsi shumë të madh. 300.000 çufo, që atje ka filluar një revoltë si 97 në Shqipëri, nuk është ndonjë gjë e madhe për Argjentinë. Por 300.000 çufo në Shqipëri, në 1 milion sklever që marrin azerë lindore, duke përzënë dhe këta që janë, kjo është historike tjetër nga Argjentinës. Por mekanizmi është i njëjtë. Fillim shohim zjarre, pastaj koloni. Në fillim shohim zjarre, pastaj shitje tokash. Si kërpullat që mas zjarrit, fakt. Shitje toka, sepse u bie vlera tokë, u bie vlera pasurisë. Digjet e ardhme ekonomike, si thajnë Prisk, se Prisk është një nga objektivat kryesorë të kolonizimit në Tiranë, bashkë me Pezën e me shumë tjera. Si thajnë, këtu kam gjithë investimet 30 vjetë, kam gjithë ullinit e 30 vjetë, kam gjithë investimin e jetës. Me mraz zjarri, këtu tha që do bëjmë këto vëndo iki. Pra, djegjet që po bëhen këtu, janë djegje për t'i rënë vlerën ekonomike të zonave, dhe dyta, që njerëzit mos kenë një alternativë të rrinë, po të ikin, se u mbasin gjithçka. Dhe kështu blihet kollaj. Apo, ndërkohë që kur ata ikin, futet edhe paketa e maleve, që paketa e maleve është shpikur për të sipas modelit të këtij si ka ky i aeroportit të Vlorës. Ky Pacollit? Pacollit. Është modeli Pacolli. Çfarë është modeli Pacolli? Modeli Pacolli është ardhmë e gjithë biznesit shqiptar. Ti punon, investon, marrëveshje me Ramën dhe pastaj gjithë pasfitonë e merr çufoja. E merr Ronxhefet në Vlorë, e merr aeroportin çufoja. Pasi është aeroporti çufove, nuk është i shqiptarëve. Se është koloni Vlorë. Është kolonia e parë. Mbi këtë do ndërtohet gjithë Shqipëria. Mbi këtë si thosh themel që është Vlora, kemi kohë ta trajtojmë. Po në koncept, gjithë biznesi shqiptar është modeli Pacolli. Ti e ndërton, pastaj të vinë ta marrin. Sepse ti je stacion, ti je kot. Gjithë ju burgjes të Shqipërisë, pasionarët e Shqipërisë, një ca kokra budallesh,
që ju bët pasur Shqipërisë dhe kaluat të fotollikun e pasurisë. Se kuptua do të ishte thjesht veglat që të ne marrin pasurinë si vend, që pas e të jo marrin dhe ju. Si që jo marrin gjithë dhe të ju rënë arbitrazhet e gjykatat se ju më ndera shumë do merrni, sepse juve do shantazhojnë me dokumenta, me pisliqe, me çdo gjë gjonash, pasi gjithë Shqipëria do të jetë ndurtë atyre që kanë shpikur shantazhe, si mekanizëm politik botëror. Çufove. Dhe në rastin konkret, kur ti më thua më kush po ja ve zjarrin në Shqipërisë, përgjigja e parë, fillestare, para prake, janë ata që do përfitojnë nga zjarri të Shqipërisë. Dhe për të kuptuar si do përfitojnë nga zjarri të Shqipërisë, mjafton të shohim me detaje se si po bën të gjitha ligjet, të gjitha rregullat dhe si po funksionon tregu imobiliar i pronave në periferi dhe ku janë këta shtatëfishim i çufave turistë në Shqipëri, të cilët nuk i shohim as i vend. Veç kur ndjejmë në foton që pas kanë qenë ndajt, në foto që kanë qenë në fshat, në foto që pas kanë qenë duke parë toka bujqësore, duke parë zona të izoluara, jo në mes të njerëzve, si të shohim gjithandaj italian, gjerman, anglez, amerikan, apo çdo tjetër, kines që shohim. Jo, këta nuk i shohim. Këta vetëm kur gjejmë në foto, sepse këta nuk duken. Pasi turizmi i tyre më kujton një udhëtim grotesk që ndodh rregullisht në Gaza, që është një nga gjërat më skandaloze, më të shëmtuara në planet, ku familje të tëra çufo shtypin në anije dhe shohin Gazën nga deti. Shijojnë pamjen? Jo tamam ashtu, nuk po shijojnë thjesht pamjen, po shijojnë tokat që do marrin sipas tyre. E thënë vetë, kemi ardhur të shohim tokat që do marrim këtu. Po zgjedhin tokat me anije. Ata në menderin ashtu do shohin aty se s'kan për të marrë dot gjë. Dhe shohim atë punë se është bordi i paqes që e ka bllokuar këtë proces. Po kjo është tendenca e tyre. Ata shohin tokat tona bujqësore dhe shkojnë në fshatrat e Shqipërisë, blejnë prona, veç kur i shef në një fshat. Duke pas parasysh gjithmonë një teori që njerëzit nuk e njohin, duhet të studiosh pa ta kuptosh, që ndryshe nga të gjithë vendet e tjera të botës, ndryshe nga gjithë popujt e tjerë të botës, këta jetojnë kosher. Çdo të jetojnë në kosher. Se dikush e merr me ushqimin. Në kosher do thotë jetojnë kolektiv. Ta si jetojnë të vetë. Një shqiptar, ku shefi shqiptar në Gjermani nuk i flet me gojë. Kanë frikë njife, kanë frikë të kërënë marrëdhënie. Sa më larë. Çufot, ku shohin që janë diku, do bëjnë çmos zgjedhje sa çufo që s'vin aty. Ka nevojë për çufo. Është koncepti kosherës bletëve, apo kosherës greze, amësa. Dhe këta mbledhin gjithmonë çufo nga gjithë bota. Si të shtohen aty ku janë. Pra kur ti shef një çufo, ti ke parë vetëm një sperancë. Dhe të marrë gjitha anija. Dhe fakti që kemi faktet provuara tash në shumë anë të Shqipërisë, tu shemisht, malësie e madhe buzëliqenin Shkodrës, pra buzorit, buzë Shkodrës. Kemi në zonën këtej ka City Parku, sa këtej. Kemi në pesë tashmë në hartën Google gjetë dhe fjalë hebraisht në gjeografinë e Shqipërisë, që janë kolonitë e tyre, shtëpitë e tyre. Në Google i gjetë. Kemi Corrikun e gjithë, komplet Corrikun. Ne trajtuar me rëskaluar. Corriku është kolonia e parë bujqësore e Shqipërisë. I gjithë si Corrik, jo një zonë Corrik, Corriku vetë. I cili ka thyer rekordet të atim taksave me pagesën e taksës pronës. Që kur ne ngritëm këtë çështje, doli kryetari i bashkisë për ta përgënjeshtruar për çfarë tha Gomari. Desha me të pyet për këtë. Po, më pyet. Jo, desha me të pyetje në mëna. Po, ky tipi, kryetari i bashkisë së Corrikut, na dilka dhe na thoka që nuk është e vërtetë që kemi blerje pronësh, por është rritur baza të atim pagues. Çfarë do thotë baza të atim pagues? Domethënë, nuk kishin paguar taksat më përpara Corrikasit, tash i paguajnë se është ritmi menaxhimi i bashkisë. Punën në Londër zgjidha dhe po jo është i madh, Coriku aq i madh sa konkuron Himara. O të keq. Që Himara është zona më me çmime të larta në Shqipëri për shkak të Bregdetit dhe për shkak të vilave të shtrenjta dhe resurseve në Bregdet. Që janë kolonitë e para të çufëve për janë kështu akoma në koncept stacione se është ai koncepti i paçollit që gjithë do jenë paçolla, pastaj do përfundojnë pa shumë, me fjalë pas them më të lafë. A mos janë bërë sollë të zdim që ne valla. S'morin vesh çfarë bën. Në Corrik ne kemi gjurmë, fakte juridike, prova, që është ngritur ferma e parë çufave bujqësore, zyrtare, është ngritur shkolla e parë bujqësore e çufave në Shqipëri, njësoj është ngritur në Palestinë miq në 22-shin, që ata gjëja e parë që bën Palestinë hapën shkollën e parë bujqësore që ka bërë në Corrik tani, dhe ajo që ne e dimë dhe kemi të faktuar është që kryetari i bashkisë që ndërtoi gjithë skemën e Corrikut,
që gjithë buxheti i shtetit është ngarkuar me taksa shitje prone në Cerrik dhe kanë përdorur shumë presanone. Për të mos sepse nuk I lejohet huajve të blejnë tokë bujqësore, kanë blerë troje, kanë blerë kështu, çes ka bërë transferime paketa male kështu me radhë. Ky është bërë ministri I bujqësisë, kryetari I bashkisë që bëri gjithë pislok. Dhe janë dokumente në vitin 2023, në cilat në këto dokumenta është kalimi të gjitha të pronave të Cerrikut, male, fusha, lëndina, livadhe, rezervuar, çdo gjë që ka Cerriku, në dhënie qiraj minimumi 10 vjet me të drejtë përsëritje. 2023. Dhe ky tipi çuditërisht në bë ministër bujqësie. Kush e kërkoi këtë ministër bujqësie? Sepse dia unë kur thoya ministrat tani I kanë çufot, I kisha për 4 ministri dhe për 4 ministra. Kisha për ministrin e drejtësisë, të mbrojtjes, të brendshëm dhe të jashtë. Ishin 4 çufa. Ose pse 4 shabat gojë çufëve. 2 priftëri institucionist dhe 2 kryqësorës. Problemi ishte që nuk e dija që ministri I bujqësisë e kishte caktuar këta ministri. Dhe ministri I bujqësisë Shqipërisë ishte kryetari I Bashkisë Cerrikut, që kishte kthyer Cerrikun në koloninë e parë bujqësore të Izraelit në Shqipëri. Pra kush e kishte vënë ministër bujqësie këtë? Çuf. Kështu do marrin vesh pak nga pak, gjitha ministritë janë ministrat e çufove, jo të Shqipërisë. Janë ministrat e kolonizimit, këta janë armiqtë e Shqipërisë. Do vi një moment që do zgjohen shqiptarët, do kuptojnë që janë pushtuar nga I band idiotësh, plerash, të cilat një band shumë e vogël. Që ne I kullufisim ata për një ditë. Marrën punë me ta. I disa pak janë. E këta do zhduken nga faqa dheut, nuk do kenë më vend me shpëtu, se s'do ketë. Po do vijë sensibilizëm, do vi shumë shpejt e shohim. Se njerëzit po tmerrohen nga ato që themi. Kam një javë që takoj njerëz pa fund, dhe Altin thot na ketë merru, po që nga të vërtetë. Dhe ka kërku falje njerëz sa duash, që s'm kanë besuar dhe më kanë sulmu. Po me fakte më bu. Janë fakte tashmë që po flas. Dhe në të gjithë anët po ta shohësh këtë punë, në gjithë aspektet, ti e kupton që kush I ve zjarret janë ata që profitojnë. Dhe zjarret që po vendosen tani janë çuditshëm. Po ti shohësh më normalisht. Janë më të rrezikshme se kurrë. Po kjo është vera më pak e nxehtë në historinë e Shqipërisë. Ne kemi pas një freskët modh këtë për këtë kohë. Në ka pas zotin protest, na vjen I fat I freskët. Gjithkohë njerëzit qeshin se si zoti po I ndihmon në protest. Kemi 3 muaj aty valla. 3 muaj. U bën 100 ditë dje. Jo, se mbra ku 100 ditë. Sa bën 100 ditë? Jo. Sa ditë më fiks? Janë korrigushti 62 edhe gusht korrik qershori 62, gushti sa u bë 20 sa është 14 15 62 I thonë 77 78 diçka tek 80 jemi akoma. Diçka tek 80 duhet jemi. Kemi 20 ditë për bërë diç. Po e kanë fjalën që janë 3 muaj. Në këto 3 muaj na ka marrë temperaturë çuditshme favor ton. Është kujdes perëndia për ne. Dhe kjo është dora e Zotit që po I planet e djallit. Edhe për zjarret që vjen këta. Të futet I shi aty sa për të fikë zjarret bazë, vazhdon pastaj lufta prap. Këta prap I ndesin. Dhe ti e kupton që në Krujë nuk ka shanse që një 80 vjeçar të ketë vënë 7 vratra zjarri në 7 pika kretë të larta të Krujës. Ky 80 vjeçar që arrestuan këta, ky mund të ketë vetë për të fikë zjarrin, e vet. Për të fikë zjarrin që ka pa aty. Po do të jemi viktimë. Ne kam marrë peng shpejt e bëjmë lajm nxjerrim ne. Dhe kur unë nxjerr këto lajme, më bën përshtypje që është e veçantë. Ndim kundërshton njerëz me fakte dhe me prova. Do të thotë që I thojnë ata fakte. S'ka referencë. Fakte me të shkruajtme? Po me të shkruajtme. Po çuditërisht janë gjithë fake. Profile fake. Po këta kur vinë kur flas për Izraelin. Pra këta kanë ndërtuar call center në Shqipëri, kanë kontrata me call center në Shqipëri, që të mbrojnë interesat e pushtuesit të Shqipërisë. Pra këta që na vinë na komentojnë për gënjeshtruar lajmet që kanë bërë me çufot, këta janë tipik mercenar të armikut, se çfarë plerash duhet të jenë, se çfarë ngjyrësirash duhet të jenë. Kur e shohin veten pasqyrë se çfarë motrash duhet të jenë, nuk e imagjinoj dot. Po më e pas na njëoni rrugë më e pa. Ke parasysh du vetëm me fotografu. Shikoni një personazh si ky. Si vetëm si e dua kështu si specie ra, kupton? Çfarë mostrash faqenisht të ndyra. Si mund t'ia bësh vendit tat atë punë që bëm ti aty? Shiten për 2 lekë më vonë. Po mos se po diskutojmë që do zhdukemi fare si kombe, si fare, si prone, si gjithçka. Thonë ndryshe nga gjithë historitë e tjera, kjo me çufut nuk ka alternativë tjetër, ti zhdukesh po I le. Nuk e përballon dot.
puna është mos me lënë. Dhe ata tashmë, kur ne flasim për zjarre në Greqi, në Francë, kudo tjetër, ka filluar të qarkullojë gjithandaj lajmi që ti zjarret në botë, siç ndodhi në Amazon dikur, ma me në Amazon ato zjarret, është e gjitha një procedurë globale që ka qindra e mijëra vjet që ndodh. Vendosja e zjarrit. Edhe asnjëherë se zgjet shkaktar. Gjithmonë Qindra vjet, mijëra vjet. Qindra vjet, mijëra vjet, nuk u gjet kurrë. Faktikisht, më mjafton Shqipëria, s'kam nevojë para fare as Italinë, as Francën, as Greqinë, për të kuptuar se si funksionon. Ne e shohim, rasti Krujës është tipik se vendi që ne. Ndjek vazhdimisht videot e Aulon Kalase të Dorina Memës, shqetësimi që ata kanë dhe halli që i ka zënë se janë atje për ditë, po duket qartë që nuk ka shanse këto zjarre të jenë rrethore. Në gjitha agent, projekt. Ka vënë Shërin Krujës, që ka vënë çdo pjesë e Shqipëri, dhe Shqipëri plani është kudo për të rënë vlerën pronave, për të rënë vlerën interesit për të jetuar në këto vende, ti do vesh zjarre. Dhe ajo dire që i vjen barin, që është mashtrim se s'ka mas barin. Ti di që s'ka më barin, po paksohet. Po paksohet numri baktive, numri barinve, numri ekstreme. Nuk ka më interes. Nuk gjen më dot barin në Shqipëri. Ka që keq është puna. Po është duke në kështu në mënyrë masive, blegtoria. Po pse ma edhe për një kruj thonë që ka bari, se vetëm bari që s'ka kruja, po s'ka pat në herë. Pikërisht pa kjo është mashtrimi më. Pyetja është, kush do vë zjarrin në Shqipërisë? Ka çorincit, flokët berrit. Ricet. Ashtu në del llogaria. Po unë mendoj që zjarrin e vërtet Shqipërisë, atë të madhe fare. E ka vënë Qerosi. Për mua i ka vënë, dhe kjo është të thëshë, kush e ka vënë zjarrin në Shqipërisë? Unë do të thashë, mësa kush do vë zjarrin në Shqipërisë? Apo mësa kush i ka municionet për të djegur në Shqipëri? Do thoya një emër që shpesh kanë filluar ta shohin shpesh. I rrethon nga gjitha anët. Quhet Jet Bank.